الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Zakonisht problemet mesin ton lindin dhe burojnë nga ngutia jon, nga mendjelesia jon. Lindin dhe burojnë atëherë kur ne nuk i konfirmojmë gjërat mirë, nuk i verifikojmë gjërat mirë. Dhe kjo bën pastaj që të ndizen armiqësitë mes njerëzve, mos pajtimet mes tyre. Pra si rezultat i ngutjes së tepërt dhe mendjelesisë në mesin e disa njerëzve. Për këtë arsye, Allahu subhanahu wa taala na edukon me një edukim madhështor në Kur'an dhe na urdhron që ne të verifikojmë çështjet, të shqyrtojmë mirë çështjet, në mënyrë që të na qartësohet realiteti i tyre para se ne të përballemi me njerëzit dhe të japim gjykime, të japim vendime dhe të marrim ndonjë qëndrim të caktuar. Allahu thot: "Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." O besimtar, nëse ndonjë njeri i pandershëm, gjunaqar, pra fasik, gjunaqar i madh, u asjell ndonjë lajm, fatabayyanu, verifikojeni, konfirmojeni, a është i saktë apo jo? An tusibu qawman bi jahala, në mënyrë që të mos e dëmtoni dikë për shkak të padijes tuaj, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, e pastaj të pendoheni për shkak të asaj që keni bërë. Pra, po e vrejmë se si Allahu subhanahu wa taala po na urdhron në këtë ajet që ti konfirmojmë gjërat mirë, ti kontrollojmë ato, ti shqyrtojmë ato para se të japim vendim e gjykim. Pra ta konfirmojmë lajmin i cili na vjen derisa të qartësohet realiteti i tij, çështja e tij. Po e vrejmë se si Allahu subhanahu wa taala njerin e pandershëm, një fasikun, gjunaqarin e madh, e po ashtu edhe lajmin që vjen prej tij e ka lënë në trajtën e pashquar. Dietarë thonë kjo është mënyrë që t'i përfshi të gjithë gjunaqarët dhe lajmet që vijnë prej tyre. Pra sikur Allahu subhanahu wa taala po thot, secili gjunaqar i madh, i cili u asjell çfarë do lloj lajmi, atëherë ndaluni dhe mos e pranoni më njëherë. Mirë po kërkojini argumentet, kërkojini dëshmit, verifikojini derisa të qartësohet realiteti i çështjes. Dhe padyshim se kjo është një prej edukatave, cilësive dhe karaktereve, veçorive më të mrekullueshme me cilat mundet të cilësohet besimtari. Dhe kjo është në mënyrë që ne të mos bijmë në gjërat e palakmueshme dhe në gjërat cilat pastaj na dëmtojnë apo i dëmtojmë të tjerët. Në kohën që po jetojmë, përhapen lajme dhe ngjarje vazhdimisht dhe ne pastaj ngutemi ti kuptojmë ato dhe ndodh që i keq kuptojmë. Dhe po ashtu ne nganjëherë ngutemi ti vlerësojmë ato, ti klasifikojmë ato, mirë po pa i verifikuar. Dhe cili është rezultati? Rezultati është se ne pastaj pikëllohemi. Rezultati është se ne i bijem pishman, sepse jemi ngutur. Nuk e kemi marrë këtë edukat prej Allahu subhanahu wa taala. Pra kemi obligim ta praktikojmë këtë metodologji madhështore, këtë edukat që po na tregon Allahu subhanahu wa taala, dhe të mos lirojmë akuza, dhe të mos marrim qëndrime, dhe të mos i gjykojmë gjërat derisa ta njohim çështjen mirë nga të gjitha aspektet e saj. Sepse nëse nuk veprojmë kështu, atëherë padyshim do të përhapen mendimet e këqija në mesin e muslimanëve dhe njerëzit do t'i gjykosh pastaj në bazë të hamendësimeve dhe paragjykimeve. Ky urdhër i Allahu subhanahu wa taala është i përgjithshëm lidhur me çdo lajm që vjen nga njerëzit, qofshin ata besimtar të mirëfillt apo gjunaqar, qofshin të mirë, qofshin të këqij. Mirë po këtu e kemi një dobi të jetë madhështore, siç e përmendin dietarët, dhe ajo është se Allahu subhanahu wa taala nuk na ka urdhëruar që në mënyrë të pakufizuar ta refuzojmë lajmin e gjunaqarit dhe ta përgënjeshtrojmë atë. Nuk na ka urdhëruar që ta refuzojmë dëshminë e tij në mënyrë të përgjithshme. Mirë po e vrejmë se si Allahu subhanahu wa taala na ka urdhëruar që ti konfirmojmë gjërat, ti verifikojmë gjërat. E pastaj nëse argumentet dhe indikacionet e ndryshme na tregojnë se ai njeri, edhe pse është gjunaqar, është duke thënë të vërtetën, ne e pranojmë fjalën e tij, për shkak se e ka thënë të vërtetën, pa më parasysh kush e ka thënë atë. Pra kështu ne nuk duhet të refuzojmë tërësisht dëshmitë dhe lajmet e njeriut gjunaqar, mirë po duhet të verifikojmë ato. Pse? Sepse shumë prej tyre flasin të vërtetën, bin lajme të vërteta, dëshmit i kanë të vërteta, madje shumica prej tyre mundohen skajshmërisht t'ia qellojnë të vërtetës. Mirë po, gjunahun dhe fiskun mosbindjen ndaj Allahu subhanahu wa taala e kanë në aspekte tjera të jetës së tyre.
Allah është ai i cili jep sukses. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.